Diçka më duket e çuditshme. Para mendu me ta myt dikush babën tanë me një formë, ke çfarë ke? Një drase ka qit, e ka pështet për drase, edhe ka myt. Kur ti nuk don me pa ma që si drase me sy. Tash kur ti veç krishterët, pse kitë kryqin kështo? Thojnë se qështu në qitë formë e kanë kryqëzu Isën a.s. E para pi bjen që për me kanë kryqi i shajt të ku ka shpik kjo mazvrasjes të Isës a.s. Si pas tyne. Ata thonë që është vra Isa a.s. Pi bjen që Isa a.s. se ka thonë këta, kjo është masanena. Ose së më shme thonë të në nëshje. Kjo është masanena thonë, pi bjen që vete këne thonë. E para, e dyta, nëse e dane Isën a.s. edhe po thani që qashtu e kanë kryzu, atëre, ku është logika? Me dasht kryqin, ku është e logika? Që ta s'pe kuptaj. Nëse ka dikush më kalzu, le të më kalzën. Ama në e di që në qofë se dikush ma myt mu dikan që unë e du shumë me qëtë formë, unë nuk du me pa ma atë formë kor. Ma myt në qatë vend, s'kam qef me ra shpesh. Ma myt në qëtë formë, s'kam qef me pa. Që kjo është logika njerëzve. Ama që kjo që shto, që e kanë kryzu edhe për që ata kryq është i joni i dashur, pse i dashur? Ku është e logika të puthnit kryqit, se është i dashur? Pekahet.